Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Pasion Kuzhine. Sot do t'ju tregoj një recetë që do t'ju ndryshoj plotësisht mënyrën se si shihni vezët e zjera. Harrojeni mëngjesin e mërzitshëm. Kam këtu një krem proteinik jashtëzakonisht të shijshëm, të rekomanduar nga nutricionist, i cili përgatitet vetëm për 2 minuta. Është zgjedhje ideale për të rritur, por dhe për të gjithë fëmijët që shpesh nuk i hanë me dëshirë vezë të zjera. Ndiqni videon. Si e shikoni në këtë xhevze, unë vura 4 vezë të zjera. Unë vezët i kam vezë fshati, i kam vezët e mia më sakt, i shtua një lugë të çajit me kripë dhe ujë. Kripën unë ja shtoj pasi vezët e freskëta, lëvoshka ju hiqet me shumë vështirësi. Nëse nuk i shtoni kripë sigurisht, kur i shtoni kripë do ta shikoni që hiqet shumë thjesht. Sa më e freskët jetë veza, aq me më vështirësi hiqet ajo lëvorja e vezëve ose kolloveshka e vezëve. Prandaj është shumë e rëndësishme që t'i shtohet kripë. Vendosëm vezët e zjera, i shtuam një lugë kafeje me kripë, lëngun e një limoni, shtojmë diku të 20-30 ml ujë, po këtë sasi shtojmë edhe vaj ulliri. Nëse e doni kremin më të trash, mund ta reduktoni ujin, mund të mos shtoni ujë fare, por ta lini vetëm me vajin e ullirit. Me frulator vetëm për 1 minutë. Po ta shikoni se sa shpejt që përgatitet ky krem. Ngjan si majoneza, ka shihet mirë, por majoneza kërkon ato vezët e pa gatuara. Ndërsa këtë salcë ose këtë krem mund t'ja u jepni fëmijëve tuaj pa kurfar meraku. Ja si duket tekstura e këtij kremi proteinik dhe i kemi gati për ta përdorur për mëngjeset tona. Pak porzilok për dekor, në fakt unë gjatë servirjes i shtoj sërish vaj ulliri. Është një krem i shpejtë dhe plot vlera ushqyese. Nëse ju pëlqeu kjo ide e shpejtë dhe dëshironi më shumë receta të shëndetshme e praktike për familjen tuaj, mos harroni të bëni like kësaj video, sigurisht edhe subscribe në kanalin Pasion Kuzhine. Klikoni edhe zilen për mos të humbur asnjë recetë të re. Provojeni dhe më shkruani në komente se si u duk fëmijëve tuaj. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët, ju bëf të mirë dhe mirupafshim në videon e radhës. Faleminderit.